Sot deputetët e Partisë Demokratike treguan edhe një herë atë që është artikuluar në shesh më shumë se kurrë, edhe ndryshe nga ajo që vetë artikulojnë media. Që do thotë, qytetarët nuk i pranojnë për shkak jo të përfaqësimit që ata kanë, sepse përfaqësojnë një elektorat blu apo të një partie politike, po sepse kanë të njëjtat mëkate siç ka dhe kjo qeveri. Pra janë bashkëpunëtor të të njëjtit sistem, të cilët kanë 36 vite që po kontribuojnë që ky sistem të mos shkatërrohet dhe të mos ketë një ndryshim real. Po këta njerëz në ditën e parë të protestës, edhe 2 ditët e para e kanë akuzuar dhe kanë quajtur këtë protestë si një protestë organizuar nga vetë Partia Socialiste, dhe në disa ditë më mbrapa ndryshuan mendim, siç shpesh herë ndryshojnë, dhe njerëzit e kuptuan që hipokrizia e këtyre profesuesve politik nuk ka të bëjë me retorikën e tyre politike, por ka të bëjë me realitetin politik që ata kanë, që në Partinë Demokratike sot ke njerëz që i binden orekseve të kryetarit. Pra nëse Berisha e quan protestën organizim të Ramës, shihet në tuf do të thonë që është organizimi i Ramës. Nëse Berisha thotë që do të mbështesin protestën, atëherë të gjithë bashkë ata mbështesin protestën. Pavarësisht se në shesh artikulohet shumë dhe me të madhe nga të gjithë protestuesit e qytetarët, Rama në burg, Berisha në burg. Është një farë mënyrë shprehje metaforike që këta dy figurat mos jenë më pjesë e sistemit politik. Ky proces zgjedhjesh nuk mund ta quajmë zgjedhje, në fakt, sepse është pikërisht e njëjta gjë siç ndodhi me votbesimin që u bën ndaj kryetarit. Ajo çka pam ishte thjesht vetë propozimet e Sali Berishës që këto që të zgjidhje prapë do ishte ai që dëshironte vetë Sali Berisha. Pra, gara ishte midis dy alternativave që të servirte në tavolinë vetë kryetari i kësaj force. Nuk është se kishte njerëz që shprehin ambicie për të bërë pjesë e garës. Ajo që vjen të re është pikërisht që është thjesht një make-up për ta paraqitur tek qytetarët si një ndryshim rrënjësor në Partinë Demokratike, dhe fjala ripërtëritje është artikuluar këtu e që në muajin nëntor të vitit 2025 në takimin e Durrësit, që e artikuluan disa nga figurat që e mbështetën këtë lëvizje të pakonstruktive që u quajt asako në Partinë Demokratike, por që mori pa diskutim një rrugë komplet tjetër. Ajo e Sali Berishës nga ajo çfarë propozua nga ai takim. Propozohej që ripërtëritja të sillte një lëvizje pole drejtuese jo nga njerëzit që janë po brenda saj, jo nga po të njëjtët figura që janë brenda Partisë Demokratike, por nga njerëz të cilët duan të kontribuojnë në Partinë Demokratike, por nuk mundet të ndryshosh trupin dhe jo kokën. Pra, çdo lloj gjë që ndodh sot brenda Partisë Demokratike, ajo që qel vetë erë do të ngelet po pikërisht koka, që është vetë kryetari dhe numri 2 i Partisë Demokratike. Pa diskutim gjithë njerëzit, personat që ndodhen aty, i njohim, i kemi parë në Partinë Demokratike, pa dashur të kem një përgjigje për ta. Nuk është themi të drejtën, nuk është përgjigje apo nuk është reflektimi i Partisë Demokratike se zgjodhet dikën në moshën 35 vjeç. Pra kur flasim për të rinj Partinë Demokratike, nuk po flasim të rinj në moshë apo të rinj që drejtojnë Partinë Demokratike. Po flasim për figura të reja, për emra të rinj që mund të kenë vite eksperiencë në jetën publike në Shqipëri dhe që atë eksperiencë ta shtrinë brenda Partisë Demokratike. Pra mosha në 35 vjeç nuk është justifikim i ripërtëritjes, apo nuk është një argument të cilën mund t'ia paraqesësh qytetarëve si ndryshim rrënjësor brenda partisë. Pa diskutim që t'i japësh hapësira të rinjve është një gjë jashtëzakonisht e mirë, por kur ti e ke zaptuar 2 apo 3 nga hapësirat kryesore në partinë tënde, nga njerëz që kanë 10 apo 13 vite që nuk i lëshojnë ato, apo edhe mbas themelimit që janë po të njëjtit njerëz që vetëm vazhdojnë edhe rrinë aty dhe uji vazhdon e ndodhet, nuk është si në mosha 35 vjeç do t'i japi një fytyrë të re Partisë Demokratike.
Kjo kategori është pikërisht kategoria e lëpirsave profesionistë që vazhdojnë dhe kontribuojnë për Sali Berishën për të mbajtur postet e tyre kyçe në parti, për të treguar se ne jemi të fortë se kemi kryetarin krah. Ta njerëz janë po të njëjtit njerëz që strukturat në çdo moment i kanë kundërshtuar dhe nuk i kanë pranuar në mesin e tyre. Janë po të njëjtit njerëz të besuar Sali Berishës që nuk janë motor elektoral, që nuk prodhojnë votë në Partinë Demokratike, pa diskutim japin kontribut, kanë një numër të caktuar votash, por nuk e sjellin Partinë Demokratike në pushtet. Po këta njerëz janë ata që kanë çuar Partinë Demokratike në këtë drejtë dhe që kanë kontribuar për ta çuar Partinë Demokratike në këtë drejtë edhe pas themelimit, sepse pa diskutim mbajtja e atyre posteve i paraqitet doktorit apo liderit të tyre si një borxh që ai i ka. Pra, përfshi këtu Flamur Nokën, Albana Vokshin, Belind Kliçin, Lëviz Balliun ka qenë ndër të parët që kanë mbështetur deputet flasë më së kohë në fillimin e themelimin e Partisë Demokratike dhe pa diskutim sot e kësaj dite Sali Berisha mund t'i ndihet atyre borxhlinë në hijen e demokratëve. Pra, unë ju besoj dhe ju mbështes për hatër të demokratëve për atë që ju keni bërë etj me radhë. Por absolutisht është gabimi më i rëndë që sot bëhet, moshapja e partisë dhe zaptimi duke nisur që nga posti kryetarit dhe duke vazhduar me këto figurat e ricikluara që thashë edhe në fillim që janë lëpirës profesionistë për të vazhduar karrierën e tyre politike. Duke parë frikën që vetë Sali Berisha ka, duke parë frikën që vetë deputetët e Partisë Demokratike kanë për të paraqitur përballë protestuesve, sepse në shumë drejtues strukturash në Partinë Demokratike artikulohet se aty janë të gjithë mbështetës Partisë Demokratike, si ka mundësi që po këta njerëz nuk guxojnë të vinë edhe të paraqiten përballë qytetarëve që protestojnë edhe përballë protestuesve që kanë 50 ditë që janë aty në shesh. Dhe kjo sot më rikonfirmoi edhe një herë se frika e tyre më e madhe janë njerëzit e lirë, njerëzit që nuk bëhen pjesë e politikës tyre, nuk bëhen pjesë e shitderive apo pazareve të tyre dhe që dalin aty në shesh për parimet, dalin në atë shesh për të kërkuar dinjitetin që është kryesori, që sot për shqiptarët ka humbur ka vite, në këto 36 vite, dhe pa diskutim të arrish të shmangësh njerëzit që ti kërkon t'i marrësh votën, do të thotë që fundi jot politik është shumë afër, ose ka ardhur fundi. Pra një ndër shpretësh ju erdhi fundi. Dhe nëse ti nuk arrin më të marrësh votën e njerëzve të pakënaqur nga qeverisë, atëherë realisht ka ardhur fundi. Pra dhe Sali Berisha nuk po arrin dot t'i bindë që t'i afrohet dhe jo më t'i marrë votën. Dhe fundi ti, pa diskutim që ka ardhur. Ajo që unë kam cituar është që sot në Partinë Demokratike është lëvizja e fundit para zgjedhjeve elektorale që Sali Berisha dhe pas zgjedhjeve të mos ketë reagime brenda partisë tij. Pra çka do të them me këtë? Që dhe këta të rinj që janë artikuluar shumë në kohën e fundit, do i ndihen liderit të tyre që i propozoi borxhli. Dhe duke u ndier borxhli atij që ty të zgjodhin, nuk do të kesh më guximin që ti kundërvihesh apo ta kritikosh. Pra, këta njerëz janë po të besuarit e Sali Berishës që unë nuk besoj se do të arrin të prodhojnë fitore për Partinë Demokratike në 2027. Dhe pa diskutim do ngelet po partia e uzurpuar e Sali Berishës me të besuarit e tij të vjetër dhe me të zgjedhurit e rinj që do vazhdojnë të jenë besnik ndaj tij. Por që strategjia për fushatën elektorale as nuk ka filluar, as nuk po mendohet, as nuk dihet se si do të arrin të fitojnë këto zgjedhje, por një gjë është e sigurt jo vetëm për mua, por për çdo, që mbas zgjedhjeve do ketë një dalje dhe deklaratë nga vetë Sali Berisha duke thënë që masakra elektorale ishte jashtëzakonisht e madhe. Dhe për këtë e vë pas publik. Ajo që sot dominon Partinë Demokratike nuk është mulizmi, por është berishizmi.
Sot Partia Demokratike pa diskutim ka pasur, dhe do vazhdoj të ketë njerëz që e kanë dashur sa liberalistin kanë mbështetur, do vazhdojnë ta mbështesin sepse kanë akoma nostalgjinë e tyre për të studim që kam asnjë paragjykim, por po flasim për një të themi realitet politik ku në Partinë Demokratike është Berisha që vendos, Berisha që sjell, Berisha që propozon, Berisha që i lë njerëzit të garojnë dhe Berisha që mbështet. Pra, Berisha është nga do, Berisha ka qenë dhe Berisha vazhdon të jetë. Budizmi është thjesht një propagandë atyre njerëzve, të cilët nuk kanë shpërn, nuk kanë si bien gomare dhe i bien samare. Në këtë rast dihet se kush është gomare dhe kush është samare dhe në vend t'i bien brenda Partisë Demokratike Sali Berishës për ta kritikuar apo për t'i kërkuar llogari, merren me Flamunoga. Flamunoga vazhdon të jetë një besnik i Sali Berishës dhe një besnik i ditëve të para që na sokohet deri më sot. Njerëzit që kritikojnë në Partinë Demokratike janë të pakët, edhe kritikojnë publikisht, dhe njerëzit që mërziten sepse nuk kanë marrë postën në Partinë Demokratike janë të shumë. Këta njerëz janë pikërisht ata njerëz që e dëmtojnë sot Partinë Demokratike, që dalin publikisht kur nuk marrin poste dhe më pas kur i premtohet diçka shkojnë dhe takojnë doktor Berishën, por pa diskutim një debat publik është i nevojshëm, sepse politika vetë është publike, dhe nuk është se dëmton Partinë Demokratike, thjesht do nxjerrë të vërtetat dhe njerëzit e vërtetë të cilët vazhdojnë të kontribuojnë Partinë Demokratike. Gjatë ditëve të fundit ka pasur njerëz që kanë pasur dhe pretendime sa i përket votave që kanë marrë apo nuk kanë marrë në këto garë të themi brenda Partisë Demokratike, por që nuk kanë më efekt, sepse kontribuan që kjo Parti Demokratike, që quhet Parti Demokratike, por që nuk është realisht e flasin, kontribuan që uzurpatori i saj të jetë Sali Berisha, dhe kur interesi tyre personal u shkatrua, sot na doli që në Partinë Demokratike nuk pas kërka garë. I vetmi, të themi, organizim apo lëvizje politike brenda Partisë Demokratike që kërkon me ngul demokratizimin e saj, është pa diskutim lëvizja që filloi në nëntor të vitit 2025 dhe që është aktive akoma dhe sot, që me lëvizjet e saj politike po bën edhe po kërkon ç'është e mundur që Partia Demokratike të demokratizohet.